Kryetari i Kuvendit Niko Peleshi, në kuadër të diplomacisë parlamentare, zhvilloi një vizitë zyrtare në Senatin e Francës, ku u prit nga presidenti i Senatit, Gérard Larcher. Takimi u përqendrua në forcimin e bashkëpunimit ndërparlamentar dhe thellimin e partneritetit strategjik mes Shqipërisë dhe Francës. Para takimit, kryetari Peleshi dhe delegacioni shqiptar u përshëndetën në lozhën e nderit të Senatit nga presidenti Larcher dhe senatorët francezë, ndërkohë që Senati ishte në sesion. Ky moment dëshmoi nivelin e lartë të respektit institucional dhe marrëdhëniet shumë të mira mes dy parlamenteve. Peleshi e cilësoi Francën një vend mik dhe partner shumë të rëndësishëm për Shqipërinë, duke shprehur mirënjohjen për mbështetjen e vazhdueshme të Francës në procesin e antarësimit në BE. Ai theksoi se vizita zhvillohet në një kontekst shumë pozitiv, të karakterizuar nga një miqësi historike, marrëdhënie të shkëlqyera dhe partneritet strategjik mes dy vendeve. Presidenti i Senatit rikonfirmoi mbështetjen e Francës për bashkëpunimin e gjithanshëm me Shqipërinë dhe për procesin e saj të antarësimit në Bashkimin Evropian. Ai vlerësoi ritmin e shpejtë të progresit të Shqipërisë drejt antarësimit, duke e cilësuar këtë fazë si një sprint të fundit drejt BE-s që kërkon vullnet të fortë dhe bashkëpunim politik. Presidenti Larcher theksoi nevojën për bashkëpunim për të forcuar besimin e opinionit publik dhe qytetarëve evropian ndaj procesit të zgjerimit. Ai vlerësoi gjithashtu rolin stabilizues të Shqipërisë në rajon, duke riafirmuar mbështetjen për dialogun dhe normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, si dhe qëndrimin e qartë të Shqipërisë në mbështetje të orientimit euroatlantik dhe kundër influencave jo euroatlantike në rajon.